Pacient mashkull, 59 vjeç, duan pirës, para disa muajsh papritur ndjen një dobësi të dorës maj, e cila kalon brenda disa minutash. Pasi u vlerësohet me përmes ekzameni imazherike, të dedikuara për enët e gjakut cerebrale, zbulohet një ngushtim i arterjes karotide të djathtë, i rëndësishëm, që në angioskaner është mbi 80%. Në këtë moment zbulohet gjithashtu i shkaku është një pllakë karotides. Pacienti ka indikacion për trajtim të kësaj patologjie. Dy janë mënyrat e trajtimit, mënyra kirurgjikale dhe ose vendosja e një stenti, pra që bën hapjen nga brenda lumenit ose hapësirës së enës gjakut. Pacienti në fund fare vendos të trajtohet përmes stentit. Sapo kryem angiografinë e arterjes karotide, e cila konfirmon një stenoz, një ngushtim 80% në arterjen karotide interne të djathtë, e cila duket në këtë pamje. Ky është ngushtimi dhe praktikisht atë që do vemi të kryejmë është zgjerimi i kësaj pjesës këtu me vendosjen e një unaze që do të ketë fillimin e saj këtu deri tek kjo pjesa më e gjerë. Vendoset një sonde gjatë deri afër ngushtimit dhe kjo është sonda nga ku do kalojnë edhe materialet, filtri dhe më vonë stenti. Ky është filtri që duhet pozicionuar mbas ngushtimit. Pasi e përgatisim, jemi gati ta vendosim në karotide. Hiqen bulzat e ajrit të cilat mund të shkaktojnë embolizim në arteret cerebrale. Si e karikojmë filtrin, ai është gati për të vendosur. Ky është momenti kur duhet të tregojmë delikat të kalimi i stenozës me këtë sondë, me këtë fillim. Kaluam për te stenozës. Kjo që shohin që kalon tani është filtri dhe kalojmë rreth 3 cm mbi stenozë dhe këtu i kryet hapja e filtrit. Dhe nga ky moment ne jemi të mbrojtur. Okej, kjo është hapja e filtrit. Ky është stenti, i cili ndryshe nga stentet në arteret koronare quhet stent auto-expandibile. Do të thënë nuk fryhet me balon. Ka vetin që hapet vetë. Ky është stenti që del nga introduktori, pasi zbrazet ajri. Tani fillojmë hapjen e unazës. Ja tek po hapet. Edhe këtu kompletua hapja e stentit. Është momenti që më kritik i procedurës.
duket vendi ku arteria ishte e ngushtuar dhe tani ne do shkojmë me një balon, do e zgjerojmë edhe atë pikën aty. Këto dy pikat e zeza janë ekstremitetet e balonit, i cili tani do të fryet dhe do të zgjeroj stentin. Do ndjesh çik dhimbje tek veshji, ja? Okej. Ky është zgjerimi 10. Okej, bon. Shpër. Ndjet pak dhimbje aty? Po. E mirë, okej. Si që shohim tani unaza stenti është i zgjeruar, nuk ka më zona të pa hapura dhe procedura kryet e përfunduar. Pas zgjerimit të stentit me balon, procedura konsiderohet e konkluduar, bëhet kontrolli angiografik final dhe hiqet filtri që vendosëm në fillim të procedurës. Ky është kontrolli angiografik final. Që konfirmon pozicionin perfekt të stentit dhe rezultatin optimal të ngushticës që pam fillimisht. Tani hiqet filtri. Ky është momenti i heqjes së filtrit. Ky afrohemi me këtë sondën e cila është sonda e rekuperimit. Dhe mbyllet filtri dhe hiqet. Procedura u kryer me sukses, nuk patëm komplikacione intraprocedurale, pacienti është i zgjuar, lëviz anësit e majta, kështu që mund ta konsiderojmë procedurën të kryer me sukses.